Dita e hënë pritet të jetë përcaktuese për zgjidhjen e ngërçit politik në vend, ku prej disa javësh mazhoranca dhe opozita janë në negociata mes tyre për arritjen e një marrëveshjeje që do të bënte të mundur rikthimin e Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj në kuvend pas gati 5 muajsh mungesë. Për të ulur palët në bisedime u angazhua Parlamenti Evropian, i cili mandatoi 2 eurodeputet që morën përsipër negociatat me palët. Këtë të diel mbërri në Tiranë eurodeputeti Eduard Kukan në vazhdim të përpjekjes që reporterët e Bashkimit Evropian për Shqipërinë po bëjnë për të pajtuar palët. Takimin e parë, reporteri i Bashkimit Evropian Eduard Kukan e ka programuar ta zhvillojë me kryetarin e opozitës të hënën në orën 8 në mëngjes dhe vetëm një orë më pas me kryeministrin Rama për ta mbyllur turin e takimeve me kryetarin e kuvendit në orën 10. I pari që mbërriti në Tiranë javën e kaluar ishte eurodeputeti Knut Fleckenstein, i cili takimin e parë e zhvilloi me kreun e kuvendit Ilir Meta, më pas kryeministrin Edi Rama dhe të premte në mëngjes me kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Reporteri Fleckenstein u shpreh optimist për zgjidhjen e krizës politike dhe kthimin e opozitës në datën 24 dhjetor në kuvend. Madje pas kthimit në Gjermani, eurodeputeti Knut Fleckenstein shkroi në Facebook se kolegu i tij Eduard Kukan do të përmbyll me sukses bisedimet. Bashkëpunimi ynë për këtë çështje është vërtet i mirë dhe përcaktojmë qëllimin ton të përbashkët për ta sjellë Shqipërinë më pranë Bashkimit Evropian, shkruan eurodeputeti Fleckenstein në Facebook. Marrëveshja midis palëve me garancinë e ndërkombëtarëve për zbatim angazhon palët në procesin e integrimit dhe hartimin e një drafti për dekriminalizimin e parlamentit.